Jeni me Summer një kafe më labin, me njerë pas blokut marketingut, i pari i cili vjen këtu bashkë me mua është Meritoni. Meriton, përshëndetje edhe një herë, po thëmë se i pari me që fillojmë me storje. Përshëndetje dhe ty labi. Storja e parë titullohet 4+4. Po, storja e parë është 4+4, është mes Gjermania Exonita Ala, e cila është përgjigjur në 4 gjërat e saj, 4 dhuratat, e shumë çka tjetër është përgjigjur në 4+4. Një rrethim interesant, shumë i bukur, diçka më ndryshe se erat tjera, po ka shumë çka dhe ja vlen me qenë së bashku me Exonita me përgjigjet e saj interesante. Okej, është Exonita kjo e para e cila vjen në Summer një kafe me labin për këtë javë në këtë rubrikë, kështu që protagonist shumë të tjerë ka, po dihet që janë ato gjiru edhe Viberi bën. Okej, përshëndetje, mirë se erdhët. Exonita Ala i vjen në 4+4. Unë jem Exonita Ala, jam 18 vjeçare, vi nga Peja e jetoj në Stuttgart, Gjermani. Unë jam Miss Gjermania që jam s'kjell vjet. Njëherë familja, se pa familje nuk isha kon tash ku jam. Tani shoqënia, se shoqënia jem është ata këtyrëm në mu gjithë, kur kam një pyte, ata më njëmojnë shumë, edhe familja ashtut. Tani, Misi Gjermania është një sen se jam shumë krenare, se unë jam shqiptare, tani me fitu atë titlën është diçka shumë madhe për mu, edhe për shqiptarë për më doket. Tani, puna jeme, se puna jeme është shumë interesant, unë të ka gjithë njerëzit jam na për qytete, gjithkon jam shumë interesant është. Njëherë Gjermania, se edhe jetoj atje, edhe kom fitu misin e Gjermanisë, e tani Kosova, se vi shpesh me punu këtu, me më knaq, se është edhe vendi jem. Tani Zvicra, se edhe aty jam shumë të punu, edhe në Londër jam konë, atje është kultura krejt ndryshe, jena taku me shumë misa, jam knaq atje, kam mësu shumë, për që ta është të me hecë. Në moment paharrueshme është kur më ka lind Mesa, është një moment se në aton nuk kemi harru krejt familja se në ka gëzu shumë. Canin edhe Miss Diaspora, aty ka fillu karriera jeme, unë s'kom ditë që buhet krejt e që është më konë Miss, atë sene, e tani aty kom fitu, e tani jam shku të Miss Gjermania, edhe aty kom fitu e me konë maj bukra Gjermanisë, e me konë qiptare, është të shka se nuk mund është me haru kur për jetë, edhe atje të Miss Bota jam konë, edhe aty shumë, 4 javë jam konë aty e shumë kom su, për që ta janë aty senet se për jetë nuk mund me haru. Shooting mi njëherë kam pas një në Gjermani ku kam bo shumë për reklame, e tani në Zvicër me fustanave e nusave ku jena knaq tanë se u kun diçka ekstra, e tani këtu me veton Osmanin kam bo shumë fotot, tash edhe jam të bo foto për Minimax,
Shpresoj se kena me pas edhe mas shumë photoshooting me mu.